Panai i libri Tirana 2025 ka sjellë mbi 600 tituj librash. Besoj se për çdo lexues është shumë e vështirë për të orientuar se cilët janë librat më të mirë, padyshim edhe cilët autor meritojnë vëmendjen e dur. Për t'ja u lehtësuar orientimin, ne si leximtar kemi vendosur të japim një listë rekomandimesh të disa autorëve shqiptar bashkëkohor të cilët meritojnë për të lexuar. Le ta nisim pa humbur kohë me librin e parë, Bukë Kajsie nga Luleta Dano, një libër me tregime. Një libër tjetër që ka bërë, po them, një lloj surprize, befasie për gjithë lexuesit është libri Pallati i Dëshpërimit i Jena Bulkut, i shpallur si libri më i mirë për mbështetje mes autorëve të rinj nga Qendra Kombëtare e Librit dhe Leximit. Një libër tjetër është Si shkruhet një roman dashurie nga Gazmend Krasniqi, nga shtëpia botuese Albas, i botuar tashmë, një nga autorët më të spikatur të letërsisë postmoderniste shqiptare. Sigurisht një befasi e bukur është Ylleta Liçka. E njohim gjithë për romanin Ndërkombëtarët apo tregimin Slogan, si ekranizuar dhe si film, por gjëra që ngjasin do t'ju gajas. Njerëz do t'ju trondis, por edhe do t'ju befasoj me historinë e shqiptarëve në emigracion dhe mënyrën se si të huajt na perceptojnë ne dhe ne i perceptojmë ata. Njeriu që shkruan në Vareza i Kliton Nesturit është tashmë një roman mister i kërkuar më së shumti nga të gjithë lexuesit, pra autorë shqiptarë që librojnë të zhanër, njëherë si nga librat më të mirë të leximtarit. Portret gjyshe i Sonila Strakoshës. Nëse keni gjyshe, nëse ju ka humbur një gjyshe, nëse ju merr malli për një gjyshe apo kërkoni një gjyshe, ky libër do t'ja u kthej mallin më së miri. Do ja u përmbush më së miri nevojen për të ndërtuar një raport jo thjesht me gjyshen, por dhe me traditën tuaj. E libri i fundit nga autor shqiptar është libri i Balil Gjinit, njohur edhe si Përkthyes, titulluar E Grushja, i hedhur në qarkullim nga shtëpia botuese Albas. Miq, të gjithë këto libra i rekomandoj për t'i lexuar sepse duke lexuar autor shqiptar, duke lexuar shqip, ne do ta njohim më mirë botën që na rrethon. Librat i gjeni tek Librari Leximtari në Tirana Ring Center, mund t'i porosisni online tek leximtari.al, njëherësh mund të përfitoni edhe nga ofertat e fundvitit. Rritemi me libra bashkë tek Leximtari.